واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Allah në madhreshëm e falenderojmë, prej tij ndihmë falje udhëzim kërkojmë, dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Ndërmjet vëllazën, jemi tek ajeti 45 i surës El-Kahf, ku të gjitha këta ajete i kemi komentuar, i kemi sqaruar dhe kemi nxjerrë dobi prej tyre. Në ajetin e 45 Allah i madhreshëm thot: "Wadrib lahum mathala al-hayati ad-dunya kama'in anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatu al-ard فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا." Pasi që në ajetet paraprake Allah i madhreshëm e tregoi gjendjen e besimtarit dhe të pabesimtarit, kur Allah i madhreshëm i ka sprovuar ata me pasuri dhe me varfëri, se si ka qenë raporti i tyre me Allahun ndaj këtyre sprovave. Allahu më njëherë, pasi që e tregoi gjendjen e pabesimtarit ku tregu arrogant dhe mendjema, dhe Allahu e ndëshkoi duke ja bërë rrafsh me tokë pasurinë, dhe tregoi gjendjen e besimtarit ku Allah i madhreshëm e kishte shpërbly, nga se ai u tregu mirënjohës ndaj Zotit edhe atëherë kur Allahu e kishte sprovuar me varfëri. Allahu pasi po e tregon gjendjen e tyre, tash po na sjell realitetin e kësaj dunjaje përmes një shembulli. Nga se kemi thonë se Allahu në Kur'an e përdor këtë metodë shumë, duke e përçu informacionin tek ne në mënyrë sa më të thjeshtë përmes shembujve. Andaj po na krahason dunjan Allahu i madhreshëm me shiun të cilën e zbrit nga qielli, e i cili përzihet me bimët që gjenden në tokë, e ato rritën, gjelbërohen, forcohen, bëhen të njoma, të kënaqshme për synin, mirë po pas një kohe ato thahen, edhe era ato i bart her andej e her këndej. Dhe Allah po thot se ka fuqi mbi çdo sen. Allah ndërmjet vëllazë në këtë ajet kuranor po na tregon realitetin e kësaj dunjaje me dy fjali të shkurtra, duke i përmend dy cilësi. Do të thot, po e krahason Allahu dunjan me ujin që e zbret në tokë. Përmes këtij uji, pra përmes ujit, fara rritet, bëhet bim e njom, pas një koha thahet edhe fryma më e lehtë e bart ani. Ç'është është realiteti i kësaj dunja? Ç'do të thotë? Dunjaja i ka dy cilësi. E ka që është kalimtare dhe është e shpejtë. Pra, dunjaja jo vetëm që kalon, mirë po kalon me shpejtësi jashtëzakonisht madhe. Po kjo është realiteti i dunjas. Çdo sen njeriu që e ka dhe që është pjesë e dunjas, ajo kalon me shpejtësi jashtëzakonisht madhe dhe nuk mbetet. Pra çdo sen këtë dunja do të vijë fundi dhe ky fund do të vijë me shpejtësi jashtëzakonisht madhe. Për këtë arsye thuhet kur është pyet Nuhu alayhis salam që ka jetuar jashtëzakonisht gjatë. Pra 950 vite ka thirrë në Islam. E Allahu e din se sa ka jetuar. Kur është pyet Nuhu alayhis salam se si të duket jeta në dunja. Pra ka jetuar gjatë. Pra mundesh më na përshkruaj neve se si është jeta e kësaj bote, ka thonë i përngjason një shtëpie, që i ka dy dyrë, një derë për më fut në brenda dhe një derë për më dal jashtë saj. Andaj ka thonë jeta e kësaj bote më duket mu, që ka jetu atë gjatë, sikur se jam futur nga kjo derë, kam qëndru pak në mes të shtëpisë dhe jam duke dalur nga dera tjetër. Pra atë shkurt është kjo dunja. Pra sado që të jeton njeriu, sado që të gëzon mirësitë e kësaj dunjaje, prapë kur të vijë fundi do t'i duket se ka jetuar shumë pak. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë në hadithin të cilën e transmeton Buhariu nga Abdullah ibn Omeri, ka thënë kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jeton dunja si me qenë i huaj ose një kalimtar rasti. Pra në dunjaja nuk është vend i banimit. Nuk është vend i shpërblimit.
Pra shpesh herë njerëzit e kanë keq kuptuar dynjan. Për këtë arsye kur e kupton njeriu realitetin e kësaj dynjaja i bëhet e qartë se pse Allahu e sprovon besimtarin. Pse Allahu i jep besimtarit. Pse Allahu nuk po i ndihmon besimtarve. Pra në këtë botë kur ta kupton realitetin e kësaj dynjaje, nuk ka nevojë më për këtë filozofinë dhe për këtë pyetje. Nga se e di se kjo dynja është vend i sprovave. Kjo dynja është urë lidhse me ahiretin. Pra nuk është vend i banimit, nuk është vend i shpërblimit. Po të ishte dynjaja vend i shpërblimit, kishmi pas drejt me thonë pse Zoti s'po i ndihmon besimtarve. Pse Zoti po jep të mira pa besimtarve. Mirë po me qenë se kjo dynja është vend i banimit, i kalimit dhe është vend i sprovave, atëherë nuk kemi drejt pa mi bon këtë pyetje. Për këtë besimtari çdo sen që e goden këtë botë nuk nalet dhe mi thonë Allah pse. Nga se e din se këto shërbejnë për mi ngrit deregjetet në vendin e banimit që është bota tjetër dhe në vendin e shpërblimit që është bota tjetër. Andaj ndërun vllazën, pra realiteti i kësaj dynjaje është kjo. Kalon me shpejtësi jashtëzakonisht madhe. Por Allah po thënë në fund të këtij ajeti, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Allah ka fuqi me bë çdo send. Pra ku janë faraoni sot? Ku është Karuni? Ku është Hamani? Ku janë ata njerëz të cilët menduan se e kanë dynjan dorë? Menduan se nuk do të vdesin kurrë. Pra ku janë këto? Allah ka fuqi mbi çdo send. Allah ka fuqi me marr jetë. Allah ka fuqi me dhënë jetë. Allah ka fuqi çdo sen me kriju, pra kërkush nuk mundet më u përzi Zotit dhe kërkush nuk mundet më u bë pengesë Allahut për me bë diçka. Allah ka fuqi mbi çdo sen. Mirë po njeriu është duke jetuar në një jetë kalimtare, mirë po fatkeqësisht shumë njerëz të cilët nuk e dinë realitetin e kësaj dynjaje, mashtrohen edhe mendojnë se nuk do të vdesin kurrë, ose mendojnë se do të vdesin dhe me vdekjen e tyre do të përfundojnë çdo sen. Pastaj Allah i Madhreshëm në ajetin e 4-6 po na thotë المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Allah pasi që na tregoi shembullin e kësaj dynjaje, që është kalimtare dhe kalon shumë shpejt. Tash po na bjen dy shembuj apo dy gjëra që më shumti i mashtrojnë njerëzit, pra janë pjesë e dynjas dhe i mashtrojnë njerëzit. Po thot pasuria edhe fëmijët ose me përkthy bashkë ma bokfalesh dhe djem janë stoli e kësaj dynjaje. Pra Allahu pasurin edhe evlat po i qonë që janë pjesë e kësaj dynjaje që e hieshojnë këtë botë. Mirë po nuk janë pjesë përbërëse e kësaj dynjaje. Pra njeriu mund të me jetu edhe pasuri, mirë mund të me jetu edhe pa fëmijë. Mirë po fatkeqësisht njeriu edhe pse është në një botë kalimtare, pikërisht pasuria dhe fëmijët bëjnë shkak që ai me hub nesër ahiretin. Pra në qovë se shfrytëzohen siç duhet, pasuria edhe fëmijët bëhen sebeb që me fitu vendin e banimit që më kanë bota tjetër mirë për ty. Mirë po fatkeqësisht, këto dy gjana janë prej gjanave që më së shumti ja shën njeriu sherrin botën tjetër. Për këtë Allah ka thënë në Kur'an, "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Në botën tjetër nuk kanë më të bë dobi pasuria as evladi, as fëmia. Vetëm puna dhe zemra jote. Pra vetëm puna dhe ameli dhe zemra jote. Pra që e ke pas zemrën, që e ke pas punën, që ato kanë me të gjetë botën tjetër. Ndërsa pasuria, fëmijët që sot mashtruesh mas tyre dhe bën çdo sen për mi pas të dyja, këto ndoshta do të bëhen sebeb që nesër me hub ahiretin. Dhe fatkeqësisht shumë prej njerëzve pasuria bëhet shkak që mos më fal. Po rroga bëhet shkak që me ik namazë xhumas. Rroga bëhet shkak që me fol fjalë fysën dhe Allahut, nga se është lidhë me dynjan, është lidhë me pasurinë. E Allah po na tregon se pasuria, fëmia janë pjesë e kësaj dynjaje, e më herët na tregoi se çdo sen që është pjesë e kësaj dynjaje është kalimtare dhe kalon me shpejtësi jashtëzakonisht madhe. Dërun vllazën, jeta është e shkurt, po është e shtrenjtë. Do thotë, ashtu siç ke jetu, ashtu kemi pas edhe përfundimin dhe botën tjetër. Njerëzit nuk nalen dhe me analizu mirë punë që kanë duke i bën. Këpo, me bo me ja bo dikujna një pyetje. Po du me t'i dhanë 10 milion euro. Dhurat, a i merë po. Se cili prej neve i merë. Mirë po në qovë se i thëtë, është kusht për mi morë që të pare, është që me nënshkru vdekje nesër. Cili prej neve kish me i morë, as kush prej neve.
Pra na një ditë e vlerësoj më shumë se sa 10 milion euro. Atë tani jetën punon, nuk mundesh me fitu 10 milion euro. Çka po do të thonë? Po do të thonë se kjo jetë që ta ka dhënë Allahu dhurat kanë shumë e vlefshme, nuk pas ka çmim që po më isha me pagu. E çish ti po e hup jetën për me fitu parën, e duke e fitu parën po e hup ahiretin. Është e qartë kjo logjik. Pra njeriu të më thonë 10 milion euro më nënshkruaj vdekje nesër kur s'pranon. Po ti duke e kërkuar rrogën, duke e kërkuar parën, duke e kërkuar rrezikun, po e hup ahiretin dhe po e hup jetën tënde. Ai duke di çka duke vepru. Për këtë arsye ndërun vllazën Allah po na bën qartë. Pasuria është normal, ne do të më bëhet pasur, Islami nuk është kundra pasurisë. Na do të më nga mas rrezikut. Mirë, po jo me konsideru pasurinë gjithçka dhe me hup edhe jetën, po me hup edhe botën tjetër. Edhe fëmijët. Pra në qoftë se përdoren si çdohet, e fiton botën tjetër. Mirë, po në qoftë se bën sebeb që këto mos më shfrytëzoj që çdohet, atëherë kemi hub botën tjetër. Domethënë, mirë, po edhe kjo dunjë para se me hub edhe botën tjetër. Andaj Kurtubi thot, Allahu i përmend pasurinë nga se me anë të pasurisë arrihet e bukur dhe dobia në këtë botë, e me anë të djemve, pra Allah se zakonisht në të kaluamën njerëzit janë krenu me djem. Pra sa djem kanë pas në shtëpitë të tyre, ka thonë Allah i ka përmend edhe djemt si pasuri e kësaj dunjaje, si stoli e kësaj dunjaje, nga se me anë të djemve arrihet mbrojtja dhe forca. Pra njeriu aq më shumë që të ketë do të thotë fëmijë, aq më i fortë siç është konsideruar të kaluamën ka qenë dhe aq më shumë ndihmë dhe mbrojtje është gjinë në shtëpinë e tyre. Allah pastaj po vazhdon duke thonë wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Pasi që na tregoi realitetin e kësaj dunjaje përmes një shembulli, duke thënë se çdo sen këtë botë është kalimtar dhe kalon shpejt. Dhe na prunë një dy pika që njerëzit i mashtrojnë shumë, që janë pjesë e kësaj dunjaje, që është pasuria dhe fëmia, tash po na tregon Allahu se me çka do të më mirë njeriu në këtë botë. Se çka mbetet me ty. Po thot Allah, punët e mira. Punët e mira që të kanë me met. Wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Do të thot, puna e mirë është ajo që mbetet me ty. Është shpresa më e mirë. Është shpërblimi më i mirë. Pejgamberi alayhis salam çka na ka thënë deri në vllazën? Ka thënë kur njeriu vdes, deri tek varri i tij e përcjellin pasuria edhe fëmijët, e vladët, familjarët. Mirë, po kur të varroset ai, kthehen mbrapa, edhe pasuria, edhe fëmia, edhe çdo kush. Kush mbetet me ta? Mbetet puna e mirë. Pse se pasuria dhe fëmijët ta tham janë pjesë e kësaj dunjaje. Ato më nuk kanë çka të bëjnë me botën tjetër. Mbetet me ty pikërisht vepra e mirë. Pse se el baqiyatu salihat, ajo që mbetet, shoqëruesi më i mirë në dunja, në varr, në botën tjetër është puna e mirë. Kur gjao nuk ka më të gjetë më shumti kur të vdesësh, prej momentit vdekjes, se sa puna e mirë. Andaj Allah po thot baqiyatu salihat, ata që mbesin me ty derisa të hysh në xhenet, është puna e mirë. Për këtë dietarët e kanë komentuar çka është për qëllim baqiyat, kush janë ato vepra që mbesin. Disa kanë thonë janë 5 namazet ditore, disa kanë thonë se çdo punë e mirë që e kënaq Allahun hen këto. Mirë, po shumë prej dietarëve kanë thonë është për qëllim dhikri. Dërun vllazën, dhikri në fen islame, në qoftë se analizohet ashtu siç duhet, nuk pranon krahasim. Asnjë vepër nuk mund të më krahasu me dhikrin. Është prej adhurimeve më të lehta, është prej adhurimeve më me vlerë. Mirë, po është prej adhurimeve që më së shumti njerëzit e neglizhojnë. Çka ka thënë pejgamberi alayhis salam për dhikrin dërun vllazën? Vetëm disa hadithe për me tregu rëndësinë dhe pse dietarët e kanë komentuar se pikërisht është për qëllim baqiyatu salihat dhikri. Ka thënë pejgamberi alayhis salam ka thënë wa hunna al baqiyatu salihat. Ka thënë subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah. Pra dhikri, këto janë ato që mbesin. Në njëri të pejgamberi alayhis salatu wassalam, nga Abdullah ibn Busr, transmeton Tirmidhiu. Në njëri të pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i tha: "Ya Rasulullah, inna shara'i al-islami qad kathurat alayhi." Shariati islam ka shumë dyrë me anë të së cilave na mund me bë mirë. Pra ka shumë rregulla, ka shumë punë vepra të mira, me cilën më kap, ma tregoni një vepër që është shumë e vlefshme dhe që ka mundësi me bën derisa të vdes. Çka i tha pejgamberi alayhis salam? Tha ban dhikr. Po ashtu pejgamberi alayhis salam në hadithin të cilën transmeton Muslimi nga Abu Huraira tha: "Sabaqa al-mufarridun
ja kanë kalu muferridun. I thamë shokët, ja Rasulullah, kush janë muferridun? Tha edhakirun Allahe këthiran vë dhakirat. Tha janë ata të cilët e përmendin Allahun shumë. Pra ata që e përmendin Allahun shumë, pejgamberi alayhis salam po thotë se ja kanë kalu. Po ashtu ndërun vëllezër, në qoftë se meditojmë Kur'anin. Për shembull, Zekriait alayhis salam Allahu i dha fëmijë në pleqëri. Pra gruan e kishte sterile. Ai nuk mundi me gjetë fëmijë kur ishte i ri. Po kur u bë plak, Allahu t'ia boni në lutje dhe Allahu lutje nuk i kthe mbrapa. Por rob të tij të sinqert, Allahu edhe ligjet e kësaj dhunjaje, ligjet kozmologjike i ndryshon. Atëherë tha, kam të dhënë një fëmijë. Kam të adhuru një fëmijë, pleqëri. Dhe u çudit Zekriai alayhis salam. Dhe i tha, ma jep një shenjë. Çka i tha Allahu? Qala rabbi ij'ali aya, qala ayatuka alla tukallima an-nasa 3 ayamin illa ramza. Tha shenja e jote që kime pas mirë që s'kime pas mundësi me fol. Pra dietar thonë, disa prej komentatorëve të Kuranit thonë, Allahu ja ka pamundsu me fol. S'ka mujt me fol Zekria alayhis salam 3 ditë e 3 natë, përveç se me shenja. Pra Allahu ja ka pamundsu me fol, si shenjë për me tregu se kim u bë bab. Çka po thot Allahu? Shumë interesant. Wadhkur rabbaka kathiran. Pasi që po i thot, s'kime pas mundësi me fol, po i thot përmend Zotin shumë. Çish me përmend Zotin shumë kur ai s'ka mujt me fol? Djetarë thonë, Allahu ja ka pa mundësu me fol, mirë po, ja ka mundësu me ba dhekër. Gjda fjallë ja ka ndalu përveç dhekrit, që të regon dhe aludon për vlerën e madhe jashtëzakonisht që e ka dhekri. Për këta Allahu i madhreshëm dërun vlazën, Kur'an edhe në luft ka thonë, ja i ledhina amenu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'alakum tuflihun. Po ju të cilët keni besu, kur të përballeni me armikun, qëndroni mos u zmbrapsni, edhe përmend në Allahun shumë se kështu keni me shpëtu. Pra më në luftë, por ta pejgamberi alayhis salam kur erdhën disa njerëz dhe ju ankun, i thanë oj dërguari i Zotit. Dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur. Në hadithin të cilën e transmeton Imam Muslimi nga Abu Dharr, tha ata të cilët janë të pasur, na kalon me shpërblime nga së të sahabit, i vetmi dert gajle e tëre ka qenë qysh me arrit shpërblime për me gjetë vend, ku thamë botën tjetër që është vend i banimit, jo në këtë botë. Thanë, po na kaloj njerëzit e pasur me shpërblime, ata po kanë dhe pëllojnë sadak. Çka i tha pejgamberi alayhis salam? Po dhe juve Allahu i kalon dyrt sadakës shumëta, dhe kler sadak. Çdo tesbih, çdo subhanallah, çdo elhamdulillah, çdo Allahu ekber, çdo la ilaha illallah që e thu, shkruhet tek Zoti sikur se më dhon sadak. Pra për ne Allahu pejgamberi alayhis salam po e ban dhikrin zëvendësim të sadakës. Pra dhikri, shkurt e shem dërën vlazën, është një punë jashtëzakonisht me vlerë të rëndësishme tek Allahu i madhreshëm. Shkurt vetëm edhe një dy dobi me i përmenj prej këtyre dy ajeteve të cilat i komentum. Allahu tham, kur e krahasoi dunjan e përngjasoi me ujin. Pse thonë dietarët Allahu e përngjasoi me ujin dunjan? Për disa arsye kryesore. Ka se disa cilësi që i ka dunja i ka edhe uji. Për shembull, uji nuk rre me në vend. Pra uji hap vendin vjen më tol që e gjan, kalon, ec, nuk rre me në vend. Çështo është dunjaja. Dunjaja sado që të rrete me në vend, sado që nuk punon, dunjaja ec, kalon, ec me shpejtësi. Po ashtu uji ndryshon gjendja, pra nuk rre me një gjendje çdo herë. Pra pas një kohë bëhet edhe i papishëm. Pra i ndryshon gjendja me kalimin e kohës. Çështo është edhe dunjaja. Çdo kush që është në dunja nuk është me një gjendje çdo herë. Ndryshon gjendje, është i pasur, pastaj i varfër, është i mërzitshëm, është i gëzueshëm, pra nuk është në një gjendje vazhdimisht. Po ashtu ndërun vllazën, uji në qoftë se përdoret me mas caktuar është i dobishëm. Për shembull, nëse dëshiron me ujit baçën tonë, nëse ujit me mas caktuar është e dobishme. Mirë, po në qoftë se ujit më shumë se sa që është kërkon nevoja, atëherë bëhet e dëmshme për atë që je duke ujit. Po ashtu uji ndërun vllazën është e pamundur që dikush më fut në ujë dhe mos më lag. Është e pamundur. Ç'është dunjaja? Kush ka ardhur në dunjë, është e pamundur që më kanë pjesë e dunjas dhe mos më godit nga sprovat e dunjas që është e stërmbushur, do thotë me sprova kjo dunja. Po ashtu sa i përket dobisë ajetit të dytë, kur tham ne që pasuria dhe fëmijët janë sprovë, janë zinet, janë stoli e kësaj dunjaje. Nuk do me thonë që ne mos më marr me pasuri, mos më marr me kërkim të rrezikut. Jo, pejgamberi alayhis salam na ka kërku nga ne, na ka mësuar që me kërku mbrojtje tek Allah prej varfrisë, pra varfria nuk është e mirë.
Mirë, po çka themi ne? Ne themi që kërkoj rrezikun, bënu sa më shumë i pasur, vetëm zgjedh rrugën se si e fiton pasurinë. Ç'kjo është me rëndësinë e Islam? Arri milionat. Kjo është e kërkuar dhe shumë e mirë dhe shumë e bereqeshme. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr", o Zot, kërkoj mbrojtje nga te. Më ruaj nga varfëria. Po ashtu pejgamberi alayhis salam na ka thënë që na ka lejuar në 2 raste me xhelozu. Me xhelozu atë njeri që ka dije, që ka mësuar Kur'anin dhe falet me ta natën dhe ditën, dhe në njeri që ka pasuri dhe e jep ata natën dhe ditën kënaqësitë e Zotit. Do thot na ka leju me xhelozu një njeri që ka pasuri e ka fitu me halal dhe shpenzon aty ku është i kënaqur Allah. Pra pasuria shumë e mirë. Mirë, po vetëm na thot feja jon islame që zgjedh rrugën për me arrit deri te pasuria. Pra më mirë është me qenë i varfër në këtë dunja se sa me fitu pasurinë me haram, nga se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka treguar që në botën tjetër nuk do të lëviz këmba e njeriut pa pyet për 4 gjëra. E 2 prej tyre, cilat janë pasurinë ku e ke fitu dhe ku e ke shpenzu. Pra këta ishin disa prej dobive që i nxjerrën nga këto 2 ajete kuranore. Lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, të na mëshiron. Lutem Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allahu të shëron, të vdekurit tonë Allahu të mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.